Hajde fuqizohu, sepse një shpirt që shpëtohet dhe rizgjohet dhe fuqizohet ka lavdinë në këtë rast që merr për jatit dhe qelli gëzon dhe qelli lavdërohet në këtë rast atin për një mëkatar, për një shkelës të ligjit që kthehet për të fuqizuar për lajmin e mirë të mbretërisë, për veglat që mungojnë në Shqipëri, për çdo aspekt frymëror, mirëpajisjen, dishpëllizimin që ngelen koncepte në për YouTube apo në për numra apo gjëra të tilla, si që mblidhen masandaj nga veriu deri në jug dhe merren dhe fuqizohen nga Ishtar, për ato gjëra ka kombiton nevojë, sepse të njëjtën strukturë ke dhe në New York dhe në Atlanta, e ke të njëjtën gjë në Florida, e ke kudo, e ke aty në Francë, e ke në Spanjë, e ke në Belgjikë, në Kosovë, në Greqi, në Itali, të njëjta struktura. Gjithsesi, kush ka vesh, kush ka një zemër të sinqertë do bashkohet me atin. Që ndoshta vajton që në atë ditë ti të jesh i mbrojtur. Ti të jesh i mbrojtur në ditën e zemërimit që nuk ka ardhur akoma. Konteksti ka një rëndësi vitale, jetësore. Që ti shikon tema për sa flet ditën e zemërimit ka ndodhur, jo. Mateu 24 flet hapurazi për atë ditën e zemërimit në detaje së bashku me zbulesën që është akoma më në thellësi të çdo aspekti përgatitjen e zemrës tonë që nuk na shqetëson, nuk do të shqetësojë shtrëngimi i madh që ti dhe unë po të jemi siç po ndodh, do kalojë të tërë bota, të gjithë personat e dheu do ta kalojnë. Por puna është që neve duam atë Jezusin që masandaj na sheqeros, na hedh çikujë dhe masandaj jemi je shenjtë, me njëherë futet ajo drejtësia e dikujt hidhet mbi ty dhe pavarësisht çfarë ti praktikon në jetën tënde, masandaj do shpëtohesh, do ringjallesh në atë ditë.